Jemi në të hënën e fundit të vitit 2025. Kemi folur, kemi 6 vjetë që flasëm këtë emision i pavarur. Kemi dhe një litar, aty është, për çdo rast. Por ne vazhdojmë të jemi të pavarur. Edhe pse meritojmë të varemi. Të varemi se dhe pavarur nuk e ku shkon ova. Në mirë, me litarin qafë po bën disa miliarda lek, ose disa 10 miliarda lek, ose po themi pak miliarda euro. Se në Shqipëri kuptuan një gjë, një pjesë e madhe e njerëzve. Ti vërtet mund të hysh në një biznes. Mirë është biznes jo i ndershëm, se në biznes ndershëm, ja, qameti me lekët e tua do blesh një apartament, do blesh një makinë, do bësh një palë pushime. Ky është biznes i ndershëm. Po një biznes pak i pandershëm, mund të kesh edhe 2 vila. E janë 2-3 dashnore të mira, e 2-3 makina. Po si bëhet e leku kur je me pushtet, e vetë zero sa duash mbrapa. E vi zarat pam. Këta që punojnë, pam, ta japin lekun. Ky është biznesi me firmë. Firmë. Nuk i bën autografi kaq, ç'të them unë ty, sa Mariusz Dias. Bën autografi i ca copave të mishit që drejtojnë Shqipërinë. Çfarë të bëjmë? Jemi në një telenovel të tmerrshme, ka kaluar çdo fantazinë Macbethiane, Orwelliane, Zhvekiane. Pra, një zëvendës kryeministre e merr të pandehur prokuroria speciale. Gjykata e pranon dhe natyrisht ky person duhet kaloj në procedura gjyqësore. Kryeministri thotë, jo, thotë, po më cënoni pushtetin. Po ndërhyjni pushtetin tim. Duhet bëhen procedura dhe nuk bëhen. Kristiano. Ka shkuar pra në parlament kërkesa për të hequr imunitetin dhe qytetorët si çdo qytetar. Më pëlqen fjala sallat e parlamentit, të kyçura. Bardhi, Peleshi ka kthyer kuvendin në bunker të Ballukut. Ka kërkuar 3 javë mbrojtjen, po japin kohë që të prish provat. Përse duhet që të ketë mbrojtje në parlament? Parlamenti nuk ka për ta gjykuar. Ka një kërkesë të prokurorisë. Ka një vendim të gjykatës, të cilin ky komision i mandateve çfarë i etikës e merr dhe e sheh. Kërkesë për të hetuar për këto prova. Dhe natyrisht i jep mundësi që ta hetoj drejtësia. E mira do ishte që personit kishte thënë dorëheqjen vet. Po gjithsesi, nuk ka nevojë që të vinë avokatrit dhe të mbojnë në kuvend, se kuvendi nuk është gjykat. Dhe në rastin konkret është e drejtë kjo që thot Bardhi, ju e ka kthyer në bunker ku diun faktikisht. Nëse si puna e kristalit, enës të bukur kristalit, është i fort materiali kristalit, mund të rrëzohet për dhe, mund të godasësh, reziston. Po mund të një cep në një buzë, tak një goditje shumë e lehtë të thërmohet. Dhe Balluku është pikërisht ajo pjesë. Pra është ai pika kritike që pam po u thyej atje iku shkërmoqëri Lidia. Dhe natyrisht do thyet, se doktori ka shumë të drejtë kur thot amerikanët që bie këmbanës. Allësh a ka vesh doktori të dëgjoj të vetën. Iq ma pak këtë, do vazhdojmë me politikën e Shqipërisë do t'jemi. Protestat e fermerëve grek bllokohen për 3 orë aksi Kakavi Janin. Pse nxorra këto, se thash jemi me hallet e shqiptarëve. Në radhë parë po vinë vëllezërit tanë të festojnë, kështu që bjerni nga Selamiku, mos i bini nga Janina se mund bllokoheni. Pra, dilni nga Kapshtica. 2, u bë kaq kohë që fermerët, pra fshatarët, ne nuk e di ma kemi më në Shqipëri. Kurse këta dalin bllokojnë rrugët. Në Shqipëri ti klapajt ja morën ato çadrat, ja bën leshe dhe ja futën makinë, si thanë ti bllokon qarkullimin e qytetarëve. Ndezi gjeneratorin për të pasur foni, ja morën se tha prish qetësi publike, generatori. Ndërkohë në Greqi bllokohet rruga vëlla. Rruga ndërkombëtare bllokohet. Pse? Se protesta kjo është. Dhe në Shqipëri protestën do ta bëjmë me frak, me kostume, do të as duar tu. Këtu do të bëjmë në protestën. Sepse të dyja palët kanë qenë dakord që protestat ka ta ndisen kështu. Protestat e përfshin edhe dhunën, edhe flakën e përfshin protestat. Sepse ati që i ka marrë jetën ka të drejtë, se ti marrësh jetën, domethënë, ti prishësh biznes, do të ta ka ta ndisësh
Për buk atë tjetër, mos ketë buk. Po mos ketë buk është gjë më e rëndësishme për të familja dhe ai del. Kurse ne s'kemë gjë, ne kemi partinë. Del partia, shkojmë në hedhë molotov, shkojmë burg për partinë. Jemi pa buk shpyton, tonë se mos ka gjë se kur na çoj partia. Prandaj nxorron që grekët neve vjen puna themi, "A greku, këta vlla djegin kryeqytetin, fshatin, gjithçka, kur vjen puna ke interesi i tyre." Ne jo, ne djegim shtëpinë tonë kur vjen interesi i partisë. Dalim thot partia, shkojmë në burg, ne hedhim flakadan në gjëra kot për zhurmë, që ato flakadane që u hodhën sot një javë, flakadan që molotov që quhen. Zbon asnjë gjë, bile u dosh një protestues dhe mori certifikata i policisë që shpëtoi protestuesin. Ja këta, si tha ai tek njeriu më top, kundra mullarëve baba. Kristi, pa marr flakun, pa u nxjerrur, unë të lutem. Report TV siguron raportin. Avokati popullit Veliaj ju prish privatësia dhe konfidencialiteti me mjekun nga policia burgjeve. Se quan Veliaj me nderi futën për apanis një tub. Është procedurë mjekësore, quhet kolonoskopi. Pra, fut tubin edhe shef zorot, i ke mirë apo si ke mirë. Një për ishte dhe polici brenda dhe prish privatësia. Në fakt, në paraburgim, që është ky zotëria, nuk është mund të ketë shumë privatësi në burg. Nuk mund të ketë edhe shumë privatësi. Dhe më vjen shumë mirë që e siguroj Report TV këtë gjë, por do të siguroj për të gjithë të burgosurit. E para. Dhe e dyta, është i burgosur i rëndësisë veçantë ky tipi. Dhe mund të iki, mund të arratiset. Mos pa mund që ka shkuar kurios policit shofi tek monitori se çka në zor lali. Po që ka mbetur në dhomë, a kanë ardhur ka qenë kurios, i ka byçut e këto gjëra, këtu ka bërë gabim. Po qofse kanë qëndruar në dhomë, kanë patur frikë se ikën o vlla. Ja kjo është. Këtë mendoj unë. Nuk e mendon kështu Mero, ma nxjerr çik mendon Mero, lutem. E kemi Meron? Po, Mero baze, socialistët duhet të jetojnë në rrugë shtetërore dhe parlamentare linçimin ndaj Veliajt në burg. Pa jep mend Mero, gazetari pavarur, njëri shumë pranë familjes Berisha, kur ishte Berisha në pushtet, jep mend socialistëve, i thot të jetojnë në rrugë shtetërore, pra mobilizohet shteti. Edhe parlamenti ndaj linçimit të Veliajt në burg. Çi kanë bërë Veliajt? Dini gjë që kanë bërë në burg? Se atë shkolopin që ka bërë ke byça, ka bërë në vullnet në vetë, për të vizituar. Nëse e ka për linçimin, nëse e ka për policin brenda dhomës, nuk e di se si e kanë procedurat me thonë drejtën, por që kanë pas frikë se mos i ikën, unë e besoj fort këtë gjë, se ikën o vlla. Ikën. Dhe ja kanë bërë të burgosurve të tjerë, kupton se çfarë ndodh. Keni parë po të shkosh në spital ushtarak, për shkak kam qenë unë me hallet e mia, me problemet e mia, që një person që ka bërë aksident dhe ka qenë i thyer, ka vënë pranë nga policia aty në krevat. Kështu që nuk është puna se zotëria ishte në bibliotekë, një qytetar i lirë dhe po e survejon dhe polici. Është i paraburgosur, është në regjim të veçantë. Nëse Mero, bravo i qoftë dhe gjithë atyre që vazhdojnë t'ja mbajnë, se ky ka bërë nder shumë njerëzve, siç edhe shumë njerëz kanë bërë nder, po mirë njohen, unë e vlerësoj shumë si institucion. Flamur Noka, Servil dhe i pabes. Flamur Noka, Servil dhe i pabes. Më vjen shumë qef kur e them, duke u justifikuar që e ka thënë Edmond Spaho. Kritika ndaj leadershipit PD-s. Berisha përgjegjës për gjendjen ku është partia, mbështesni Saljanin. Pse më vjen qef mua? Sepse me thënë të drejtën, nuk është se e kam parë ndonjëherë Flamur Nokun që të ketë individualitet. Kur dele dhe flet me fjalorin e Berishës, është fotokopje e keqe e Berishës. Kur bëhet arrogant është edhe më keqe si kopje. Pra, ne kemi pritur që tjetë një opozit e arsyeshme, kemi pritur. Ne kishim pas dashur që pas asaj opozitës me hunj që u përleshën me njëri tjetrin në 8 janar të 2021-shit, 22-shit në falë, që përplasën brenda PD-s, të kishe një opozit me argument. Një opozit që s'ka nevojë Ramaduro, narko, qeveria, ku diun, që t'i vinte, se humori u shkon anglesve, ku
bëjnë humor me qeverinë e cila është mirë, por këta e duan përkryer. Neve duke i vënë inflacion epitetesh, Edi Ramës, lubive e gjërave, ka humbur vlerën fjala. Duhet ishte një opozit artikuluar, një opozit që të thoshte qartë këta duan rotacion. Ti ke Rama të vinë këta, kupton se këta janë të mirët, ata janë të këqinj. Kështu më pëlqen shumë, nuk e them unë, e ka thënë Spaho, Flamur Noka, Servil dhe i Papes. E thash kot për të ngopur gojën time dhe për të qenë në rregull me etikën, nuk e kam thënë unë, e ka thënë Bond Spaho. Tjetër, se po më leden që Kristi shpërtheva unë. Kreu i gjëllë pra gjykatës lartë, konferencë me gazetarët, bukur, brava. Sa dushi, jam kritik për mënyrën si po zbatohet reforma në drejtësi, sistemi nuk po funksionon si duhet. Po të kishte thënë, ta kishte lënë këtu, nuk funksionon, besoj të kisha pasur një çik më shumë respekt për këtë zotërin, i cili ka pranuar një detyrë shumë të lartë në një sistem që s'është funksional. Në dosi që kanë vite e vite, në gjykatën që ky drejton, dhe në gjykatët ku ai ka punuar më herët. Shumë mirë që janë kritik, me thënë drejtën, por këta janë sistem, pra janë pushtetën vete. A nuk mund të organizohet ky pushtet, por të funksionuar si që duhet. Ose për thënë tjetër, ka dështuar reforma në drejtësi. Se mënyra se si po zbatohet, ka thënë Sokol Sadushi. Do thotë që reforma është gjë shumë e mirë, por po zbatohet keq. Kjo është e mirë, por po zbatohet keq. Kështu thonë, edhe sot komunistët në përbot. Komunizmi është gjë e mirë, po zbatohet keq në lindje. Pa është se avran 100 milion njerëz, ky është zbatimi keq i komunizmit. Dhe në rastin konkret, po zbatohet mënyra si po zbatohet reforma në drejtësi, do thotë ka njerëz pa fajshëm burg. Ka prona të tjetërsuara se po zbatohet keq dhe nuk po funksionon siç duhet. Pse s'po funksionon siç duhet? Ma nxirë çik? Po këtë sa dushim. Po, ashtu. Bilanci i fundvitit kreu gjykatës së lartë Sadushi, problem cilësia rekurseve mungojnë 100 do iç po habili thot populli. Problem cilësia rekurseve është ato që kthehen vendimet, plus mungojnë 110 gjyqtarë. Pra, mungojnë 110 gjyqtarë, kuptohet, këtu mbaroj historia, se këta 110 gjyqtarë, sigur 10 çështje në vit të kenë, jo më shumë, 10 në vit të kenë, i thonë 1100 çështje. E mora trash se natyrisht që kanë shumë më tepër normë. Kështu që iç po habili do po. Tani ma iç more më nxirr çdo vit. Iç mos e çak kokën fare, jepi. Berisha, garanci statutore për përfaqësimin e departamentit, bëjnë ngjenë diasporë PD. Bëjnë ngjenë shtrui. Siç u krijua, ju kujtohet kopi, ju qeni të rritur? 2005-ën. Ja mbushi kopin me Lul Bashën e me tjerët, Berisha. Edhe tani kemi brain grain, trurin. Se si mund të ketë trun PD përveç atit të Berishës, një zot e di. Por nuk e kam nxjerrë për këtë, për pjesën e trurit. Mund të ketë, mund mos ketë, çrëndësi ka. Rëndësi ka Berisha, garanci statutore për përfaqësimin. Pra, Berisha ka dhënë garanci statutore. Jo thot gjë fjala garanci statutore? Se mua më thot një gjë. Më thot që kur morin dorë partinë, Berisha tha, do të fusim Nenin Basha, tha. Kryetari që humb zgjedhje tha, largohet. Kjo është e garanci statutore. Më zgjedhjet, në fakt, nuk e kishin vendosur në statut që largohet kryetari që humb zgjedhjet, jo kryetari të cilit ja fiton zgjedhjet kundërshtari. Tani i fitoi Rama, çfarë ka Berisha që humbi? Dhe këtë ka më në garancit statutore, që përfaqësimi i departamentit bla bla bla. Është garanci statutore si kjo Nenit Basha që kryetari kur humb zgjedhjet ikën? Se ne kemi thënë që Partia Demokratike është siç ka thënë Majakovski për Leninin.
Kur themi Lenini, nuk kuptojmë PD-ja. Kur themi PD-ja, nuk kuptojmë Saliu. Garancitë statutore pastaj janë si puna saj që thotë mosha është thjesht një numër. Iqma këtë. Pas dështimit të Air Albania, Turqia i dhuron qeverisë Rama një Airbus. Ka dështuar Air Albania. Më pëlqen shumë kjo pjesa e fluturimeve të Edi Ramës, është një fluturak i lindur, edhe mendoj që shiko, mbajni shënim se e kam thënë disa herë vite më herët, do të kam thënë këtu e 12 vjet që kur Rama ka ardhur në pushtet, kam thënë mund të vinë një moment kur ai të largohet, të qeshim me ne, thoj, po kam qenë me kartel, ju e dinit. Edhe ky njeri ka jetuar jetën më të bukur, ndoshta të çdo personaliteti në mijëvjeçarin e fundit. Ka bërë çka dashur. Dhe një person me probleme të shëndetit mendor dhe shpirtëror, imagjinoni se çfarë kënaqësie të jashtëzakonshme ka kur ka pushtet absolut dhe kur me një televizor të gishtit mund të ndryshojë gjëra, mund të marrë avion, shpresoj se ka avioni, të falimentojë ndërmarrje, të hedhë miliarda, çdo që miliarda, të largojë shqiptar, të sjellë Bangladeshas, të lozi. Ndërkohë ne edhe kalamajt tanë lozin në mënyrë virtuale në celular, kurse ky loz me objekte reale për mishi, për gjaku. Dhe ka falimentuar Air Albania, pra kompania e fluturimit. S'ka gjë. Turqia i dhuron qeverisë Rama një Airbus. Pra Edi Rama tashmë si Trumpi, ka dhe ky avionin e vet. Kuptoni delirin e një personi si Edi Rama, ka avionin e vet, ja ka dhuruar Turqia. Ta gëzoj, mund ta themi? Dhe nëse ajo që thotë Berisha, Washingtoni e heq Ramën, mund ta gëzojë që vjen mbrapa, do ja kthejmë Erdoganit. Kjo është për të diskutuar. Rama, 700 tenxhere politiko-mediatike nuk e ulin dot Shqipërinë e reformës në drejtësi. Dhe me që ky i thot tenxhere mediatike, i bie që t'jemi dhe ne, edhe ne nuk na pengon gjë që t'i themi këtij uturak politik. Uturaku është një enë të cilën e mbajnë në përdhoma, dikur e mbanin edhe mbretrit, po zakonisht e mbajnë për fëmijët e vegjël që bëjnë kakën dhe qiqin, për sa kohë nuk ulen në WC. Dhe ky është një uturak politik, se ka mbledhur aq mutër rreth vetes, sa nuk ka mbledhur në 100 vitet e fundit e gjithë politika shqiptare. Ky personi këtu, që quhen Tenxhere dhe Kazan, për të defamuar, për të për të zhvefsuar fjalën, mendimin, kritikën, e quhen tenxhere politike, pra ku gatuhen gjellrat që si ha surati këtij. Ky këtu uturaku politik. Thot përgjegjësia është individuale. Kishte një zëvendës kryeministër që tani është narrati. E vuri ky, nuk e gjeti. S'majë përgjegjësi tha. Ka një zëvendës kryeministër që ka marrë të pandehur drejtësia. Ka 2 ministra, 3 në burg. Ka deputet në burg. Ka përfolje masive për lidhje me krimin e organizuar. Pra është një uturak që ka mbledhur aq mut rreth vetes dhe brenda vetes, por që nuk mba përgjegjësi thotë unë en jam. Dhe me cilësinë e enës quhen en edhe mediat dhe politikën. Dhe ku e quhen? Tek reforma në drejtësi. Jo pa qëllim, vendosa pak më përpara, kryetari i gjykatës lartë, i cili në gjuhë diplomatike thoshte nuk u zbatoa siç duhet reforma, dhe që thoshte gjithashtu mungojnë 110 juristë. Ku mungojnë 110 juristë? Me një vend që ky uturaku politik, kur erën pushtet tha, është një vend tha ku gjen tha një jurist për metër katror tha, po duhet të ecësh kilometra për të gjetur një hidraulik. Sot hidraulik jo që zgjen. Po sot nuk ka as 100 gjykatës për t'i marrë brenda sistemit. Pra si mund të thuash uturakut
gjë tjetër që guxon dhe merret me pushtetet e tjera. Dhe me që merret në mënyrë krejt reciproke, po i them. Një autorak i madh, po shumë i madh, që nuk ke lënë mut politik, mediatik, kriminal pa mbledhur rreth vetes dhe pa punuar me ta. Se ti si autorak nuk ke kuptim pa mutin. Ti, Edi Rama. Po s'pa të mut nuk ke kuptim. Se duhet të jesh autorak. Kështu e ke nisur karrierën politike dhe shpresoj dhe lut Zotin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përfundosh bashkë me atë mutin e madh që ke brenda, përfundosh në hale. Këtë të uroj për vitin e ri. Vazhdojmë. Si thua Kristiano, të uroj për vitin e ri këtë? Sekuestrojnë mjetet piroteknike në Sarand, penalisht 2 shtetas. Bravo shtet! Bravo Ministri Bonçom! Bravo Proda! Të cilët duket i kanë marrë dhe ati celularit për linje me krimin e organizuar. Në Turakun. Bravo! Pse them bravo me talë e bythe? Po që penalisht, po nuk ka natë në Tiranë, ora 12 natës, 365 ditë të vitit, të mos shpërthej në orën 12 natës, një breshëri fishek zjarësh nga lindja në perëndim, nga jugu në veri, papapam, pupupum, papapam, pupupum. Ja, po fiks fare, mirë thot Kristiana dhe, apo si këmbana e kishës, gjenë orën, sa për të gjumë dhe gjumë fishek zjarë, mos, fati 12. Dhe këta pas kanë kapur 2 shtetas. Po shkoni ma keni këtë teku, dalë e rëtë me stiva fishek zjarësh. Na qenë nga fishek zjarri, na qenë nga 2 vetë proceduar penalisht. Po, mire për që talë me ju kanë lënë pa ujë, diskutoj këtë, ma iqe Kristin, ma iqe më ka bëjë puta hliku këtë, iqe. Iqe ta mbyll me ndër. Veshjet sintetike mund ndikojnë në shëndetin e riprodhues të grave dhe burrave. Pse e nxorra këtë? Unë i kam pambukur me thënë drejtën, edhe mbajtë pak të lirshme. Pikërisht për shëndetin e riprodhues. Jo se dua të riprodhohet, por dua të jeni shëndetshëm. E dua t'ju tregoj një barcolet për ta mbyllur. Ishte ideal i ri, po kishte dhimbje të tmerrshme koke. Të tmerrshme. U vizitua, shkote ky mjeku, shkote ai, merr këtë ilaçme, të tmerrshme, ti thërë të gjithandej. Dhe dikur gjeti një mjek shumë të mirë, i tha ti e ke nga testikujt. S'tia bëj tha. Po si durove dhimbje do i heqësh testikujt. Vazhdoj, janë 2-3 muaj, nuk po duron dhe do të shkojnë në spital, i hoqi testikujt, firmosi, se i thanë ata natyrisht që ti s'do jesh më për seks. Dhe kur doli nga spitali, mendoi të ndryshoj jetën e tij, të dedukohet modës, artit, dhe shkoi ke stilisti më i mirë që ekzistonte në qytet. I thotë, dua më veshësh në mënyrën më shik që ekziston. Shik nuk është shërbimi uniformativ, shik vjen nga frëngjishtja. Shik. I thotë, ty thotë gjaketa do të shkoj me shpatura largë, por small në bel. Bravo, i thaj. Se asis ma ka gjetur i vetë, po lërë tha, në specialist. Këpucët tha, do t'i marrësh 42, edhe pse ke 20, po gjatësia e këmbës, shalës, nuk është proporcionale me shputën kështu. Bravo, i thaj. Pantallona tha do t'i marrësh largë, por do t'i marrësh small fit. Bravo, i tha. Do veshësh të mbathura numër 3. Ajo, i thaj. Je perfekt dhe këtu, tha, por unë i kam 2 të mbathurat. Ajo, i tha, roba qepsi. Ti ke 3. Mjeshtër, i tha, kam një jetë që i mbaj 2 të mbathurat. Një gjë këtu, zotri, tha. Nëse ti, tha, do t'i mbash të mbathurat 2, të shtrëmbojnë testikujt dhe do të dhëmbi koka. Kapët? Gjithsesi, natë në mirë, gëzuar vitin e ri nga Zjarr Televizion, Armir Shkurti, Kristiano Gjanari, Anç Taravari dhe gjithë stafi mrekullueshëm i emisionit I Pavarur. Natë në mirë dhe gëzuar.